Ambasada e Bashkimit Evropian në Tiranë publikoi së fundmi një deklaratë zyrtare kur i kujtoi se procesi i rivlerësimit, vettingut, mbetet shtylla kurrizore e reformës në drejtësi dhe një element kyç për rrugtimin e Shqipërisë drejt anëtarësimit në BE. Ambasadori Silvio Gonzato gjatë vizitës në kolegjin e posaçëm të apelimit u takua me kryetarin Sokol Çomo, duke theksuar se të gjitha proceset e vettingut duhet të përmbyllen përpara qershorit 2026, datë që shënon fundin e mandatit kushtetues të institucioneve të vettingut. Në deklaratë BE nënvizon mbështetjen e fortë për operacionin ndërkombëtar të monitorimit ONM dhe dënon ashpër sulmet dhe dezinformimin e pajustifikuar dhe vëzhguesve të tij ndërkombëtar, por ndërkohë që Brukseli kërkon respekt dhe besim për këtë proces, publiku shqiptar pret një transparencë të munguar, pse u largua nga Shqipëria një nga figurat kyçe të ONM-s, zoti Hans Kilstra. Kilstra ishte ndër përfaqësuesit më aktiv në ndjekjen e procesit të vettingut, një emër i njohur për rolin e tij në monitorimin e institucioneve shqiptare të drejtësisë. Largimi i tij i papritur, pa një njoftim zyrtar apo shpjegim publik, ka hapur rrugë për dyshime, thashë theme dhe pyetje të cilave askush nuk po u jep përgjigje, në një kohë kur çdo detaj i jetës së gjyqtarëve dhe prokurorëve kalon në sitën e vettingut. A nuk duhet që edhe përfaqësuesit e ONM-s të jenë subjekti së njëjtës transparencë dhe integritet? Publiku ka dëgjuar zëra për afera personale, marrëdhënie të papërshtatshme apo edhe shkelje të normave diplomatike që nëse janë të vërteta nuk mund të fshihen nën petkun e sekretit ndërkombëtar, ndërsa nëse këto zëra janë të pavërteta, atëherë ambasada dhe ONM kanë detyrimin moral të sqarojnë publikun për të mbrojtur reputacionin e procesit dhe për të mos lejuar që hije të bien mbi reformën që vetë BE e quan shtylla kurrizore e drejtësisë shqiptare. Në Shqipëri, reforma në drejtësi është prezantuar si garanci për pastërtinë morale dhe profesionale të institucioneve, por çdo heshtje, çdo shmangje nga transparenca dëmton thelbin e saj. Qytetarët shqiptar nuk kërkojnë më slogane për të vërteta, ata duan të dinë pse Hans Kilstra u largua, nëse u largua me dëshirë apo u largua i detyruar dhe mbi të gjitha, nëse arsyeja lidhet me shkelje etike apo profesionale, nëse BE-ja kërkon të ruaj besueshmërinë e reformës që vetë ka mbështetur financiarisht dhe politikisht, ato duhet t'i jap llogari publikut shqiptar, sepse nëse drejtësia kërkon dritë, nuk mund të pranojmë që një pjesë e saj të fshihet pas errësirës së heshtjes diplomatike. Në fund, reforma në drejtësi nuk mund të ketë standarde të dyfishta, një për shqiptarët dhe një tjetër për ndërkombëtarët. Nëse kërkohet llogari dhe transparencë për gjyqtarët shqiptar, po e njëjta kërkesë duhet vlejë edhe për ata që i monitorojnë. Vetëm kështu procesi i vettingut do të ketë integritet të plotë dhe do të meritoj besimin e popullit shqiptar. Sa për reformën në drejtësi, ajo tashmë ka prodhuar jo besim, por arrogancë, për çmim ndaj qytetarëve dhe padrejtësi të reja nën petkun e ligjit. Proceset zvarriten me vite, të drejtat themelore për një gjykim të rregullt ligjor shkelen çdo ditë, ndërsa qytetarët ndihen gjithnjë më të përjashtuar nga një sistem që duhet ishte në shërbim të tyre. Në vend që cillte drejtësi dhe barazi, reforma është kthyer në një makineri burokratike që shpesh favorizon të pushtetshmit dhe ndëshkon të pambrojturit, duke e bërë drejtësinë shqiptare më të ftohtë, më të largët dhe më pak humane se kurrë më parë.